Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vëllezër dhe motra, mirë se keni ardhur në këtë takim këshillë të veçantë, i cili nuk është i pari dhe lutim Zotin mos jetë as i fundit i këtij lloji. Ka dhe Zoti që pas bereqeteve kisha me thonë të pavarësisë, pas luftës çlirimtare që vërtet përjetoi ky popull dhe realizoi ushtria çlirimtare e Kosovës, edhe kisha me thonë i gjithë ky popull, ka dhe Zoti që jemi duke përjetu një rilindje, kisha me thonë, në të gjitha nivelet, edhe shtresat, e që kura fjala edhe për aspektin e mendimit, edhe për aspektin e zhvillimit kulturor, kisha me thonë se ka dhe Zoti Gjeleshanu që edhe ne si një organizat e vogël brenda këtij popullit të madh, po mundohemi të japim kontributin ton modest që t'i shërbejmë aspektit të zhvillimit të kulturës, zhvillimit të mendimit shqiptar, zhvillimit të mendimit islam shqiptar në të njëjtën kohë, e që kisha me thonë se Allahu na e mundsoi më herët me sjell Tarik Ramadanin, na mundsoi që po në këtë vend me pas gjithashtu njërin prej mendimtarëve dhe strategëve të mëdhej, Ahmet Davutoglun, e kishim Abdullah Yıldızin. Tani po dënë Zoti ta kemi një prej mendimtarëve vërtet më me ndikim, kisha me thonë, në botën jo vetëm islame, por edhe perëndimore, e që është fjala për Dr. Gjasir El Aude. Jam i bindur që secili prej jush nuk ka prezentuar sot këtu pa hy pak edhe me shiqu CV-n e tij, po në të njëjtën kohë edhe ajo çka është bërë e njohur do thot përmes internetit, përmes lajmërimeve që ndodhin deri tash. Mendoj se flet pak a shumë për nivelin e këtij burri që e kemi sot, kemi nderin me pas pra në këtë vizitë të shkurt, e cila ka të bënë me një xhiro në Ballkan, e që na ka qenë më shkurt në Shkup, ka qenë në Tiranë, sot e kemi do thot në Prishtinë, e nesër do të vazhdon edhe më tutje edhe në disa vende do thot të Ballkanit. Prandaj padyshim se këto vizita mendoj se vërtet na bëjnë që ne, po ashtu edhe në Ballkan, pasi që kemi qenë të privuar nga mendimi edhe zhvillimi i kulturës universale, edhe asaj që ka të bënë me mendimin intermusliman, pasi që kemi qenë në periudhën e kaluar dhe në sistemin e kaluar, thuaja gati të shkputur nga kjo, ka dhe Zoti që tani vetëm se mo jemi brenda këtyre rrjedhave, edhe mendoj se kjo edhe e ka bërë që vërtet mendimi islam i pastërt, ai që ka të bënë me aspektin e tolerancës, me aspektin e respektimit të tjetrit, me respektimit të qenies njerëzore para se të flitet për aspektet fetare, të jetë një realitet i mendimit islam në Kosovë, mendimit të rizgjimit islam të rinisë kosovare, kjo e cila mendoj se vërtet është duke e dëshmu për çdo ditë rinia jonë anë e kënd Kosovës. Prandaj, padyshim se mendimtarët e këtill, çfarë është Gjasir El Aude, i cili njëherët edhe është jo vetëm antar i Unionit të dietarëve islam botror, por në të njëjtën kohë është trajnues i dietarëve në këtë union. Jo trajnues i masave, kisha me thënë, apo i të rinjve, po është trajnues i dietarëve të Unionit të botror të dietarëve islam. Prandaj vërtet mendoj se është një fat i mirë edhe i veçantë, edhe falenderojmë Zotin që na ka mundsuar me pas edhe në mesin ton edhe këtë fytyrë, për cilën mendoj se vërtet është një vizitë pak e shkurt, kisha me thonë, por kemi shpresë se në të ardhmen do ta kemi me një vizitë pak më të gjatë, edhe në cilën do të realizojmë edhe një trajnim bukur serioz, kur fjala e aspektit të mendimit me edhe dietarë të tjerë, edhe me hoxhallar që me cilët edhe sot e kemi pas edhe një trajnim dohet në Bashki Islame në udhëheqjen e Muftiut të Kosovës, Naim Efendi Tërnavës. Edhe njëherë ju falenderoj, edhe nga shpirti falenderoj mendimtarin ton edhe vllaun ton për këtë vizitë vërtet të veçantë në cilën e kanë nderuar Kosovën
edhe e ka nderu Akean, edhe një herë mirë se na keni ardhur, ju falenderoj shumë. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على أسعد الخلق وخاتم رسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Don't worry, I'll speak in English. It's just an introduction. Flasim në gjuhën angleze, është vetëm kjo hyrje. First of all, I would like to express my beautiful surprise with your country. Spari më lejoni të shpreh befasin time të bukur me vendin tuaj. I discovered, of course, I know about Croatia and Kosovo and Serbia, and I know about the Balkan from studying geography. But I did not expect Kosovo to be such an Islamic country. Natyrisht që unë di për Ballkanin nga studimet e mia të gjeografisë, mirë po nuk kam pritur që Kosova të jetë një vend I tillë musliman. At least in terms of percentage. I mean, I was telling the brothers, you have percentage of Muslims more than the percentage of Muslims we have in Egypt. Së paku në lidhje me përqindjet e popullatës muslimane, kam mësuar që përqindja e popullatës muslimane këtu është më e lartë se sa që kemi në shtetin e Egjiptit. That's why it might be useful to listen to people like myself or people from the outside. Prandaj është e dobishme nëse dëgjohet nga njerëzit si puna ime ose nga njerëzit jashtë Kosovës. But I think you have to have your own Islamic thoughts. Por mendoj që ju duhet të keni mendimet tuaja islame. You have enough history and you have enough minds and capabilities. Keni histori të mjaftueshme, keni mendje dhe kapacitetet mjaftueshme. To have your own Islamic thoughts anyway. Për të patur mendimin tuaj islam. Regardless, what's this? It's not working. Regardless of what somebody like myself could say. Pavarësisht nga çfarë dikush si puna ime mund të thotë. But anyway, if I am to share some of the thoughts about the topic that the brothers chose. Mirë po, nëse unë do t'i ndaja me ju disa nga mendimet e mia në lidhje me temën të cilën e keni shpalosur këtu. It's about a citizen between the rule of Sharia and the secular rule. Ka të bën, pra është për qytetarin ndërmjet rregullit ose ndërmjet shariatit dhe ligjit. And I'm putting the rule of Sharia between quotes because I will ask you, what does it mean, the rule of Sharia? Dhe unë po e vendos rregullin ose rregullin e shariatit në thojza, sepse do t'ju pyes juve çfarë nënkupton ose çfarë do të thotë shariati. And I'm putting also the secular rule between quotes because I will ask with you, what is a secular rule? Gjithashtu unë do të vendos në thojza edhe rregullin ose ligjin sekular, sepse për këtë do t'ju pyes juve gjithashtu. So what is Sharia anyway? Prandaj çfarë është shariati? What does it mean to apply Sharia in a society? Çfarë do të thotë të aplikohet shariati në një shoqëri? Let me quote one of the great scholars of Sharia from the past, who is Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Le ta thrasim njërin nga mendimtarët e mëdhenj të shariatit në të kaluarën, I cili është Ibn Qayyimi. When he was defining the Sharia in his book, kur ai e definonte shariatin në librin e tij, he said, "Ash-shari'atu 'adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa hikmatun kulluha wa maslahatun kulluha." Sharia is all about justice, all about mercy, all about wisdom, and all about good. Ai tha që shariati është I tëri për drejtësinë, I tëri për urtësinë, I tëri për mirësinë dhe I tëri për mirësinë. Justice, justice, wisdom, mercy, and good. Dhe I tëri për mëshirën. And then he goes on to say,
every opinion that takes Sharia from being about justice to being about injustice, then it's not Sharia. Dhe vazhdoj duke thënë që çdo opinion, çdo mendim I cili e lidh shariatin me të qenurit të padrejt, atëherë nën kupton që nuk është shariat. And every opinion that takes Sharia from being about wisdom to being about nonsense, he says, is not Sharia. Dhe çdo mendim që e nxjerr shariatin nga të qenurit I urtë ose me urtësi në një fushë tjetër të nonsens, nën kupton që nuk ka të bënë me shariatin. And every opinion, he says, that takes Sharia from being about good to being about mischief is not Sharia. Dhe çdo mendim I cili e nxjerr shariatin nga të qenurit për të mirën në të qenurit për të keqen ose për shkatrimin, ajo nuk është sharia. And then he says, وَإِنْ أُدْخِلَتْ فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ, even if somebody claims that according to an interpretation. Dhe tha, kjo është kështu edhe nëse dikush pretendon se është ndryshe, simbas një interpretimit. The interpretation is human, the script is divine. Interpretimet janë njerëzore, ndërsa skriptat ose librat janë të shenjta. The interpretation could be right and could be wrong. Interpretimi mund të jetë në drejt ose gabim. And the interpretation could change with the change of time. Gjithashtu interpretimi mund të ndryshojë me kalimin e kohës. And therefore, if you interpret Sharia to mean justice, then your interpretation is correct. Prandaj nëse interpretoni shariatin si diçka që nënkupton drejtësi, atëherë interpretimi juaj është korrekt. But if you interpret Sharia to mean injustice, then it is not Sharia. Mirë po nëse interpretoni shariatin ose si diçka që nënkupton jo drejtësi, atëherë kjo nuk është korrekt, nuk është drejt. And if you interpret Sharia to mean good, then this is Sharia. Dhe nëse interpretoni shariatin për të kuptuar të mirën, atëherë kjo është shariat. But if you interpret it to mean harm to people or you mean mischief, then it is not Sharia. Mirë po nëse interpretoni si diçka që nënkupton dëm ose të keqe për njerëzit, atëherë kjo nuk është shariat. How do we define good in the sciences of Sharia? Si e definojmë të mirën në shkencat e shariatit? What we call maslaha in the terminology of the Sharia. Ajo që në terminologjinë e shariatit quhet maslaha. And that maslaha is the objective of a siyasa or politics. The politics have to have an objective of the achievement of maslaha. Kjo maslaha është qëllim I politikës. Pra politika do të ketë një qëllim për të arritur të mirën. Now, maslaha is defined in Islam as the preservation of certain of certain human rights. Prandaj maslaha është definuar në Islam si preservim preservation of some rights. Si preservim I disa të drejtave. The right to religion. Të drejtës për religion ose për besim. The right to life. Të drejtës për të jetuar. The right to a mind, to a sound mind. Të drejtës për mendje të shëndosh. And the right to preserve one's dignity. Të drejtës për të mbrojtur dignitetin e njeriut. And the right to preserve one's wealth. Dhe të drejtës për të mbrojtur pasurinë e njeriut. In the Arabic terminology is حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض. This is the Arabic terminology of these terms. Kjo që citoj është terminologjia arabe e këtyre termeve. And therefore the ruling by Sharia is a ruling that achieves these objectives in the society. Prandaj udhëheqja përmes shariatit është udhëheqje e cila synon arritjen e këtyre qëllimeve në shoqëri. Some people have a very narrow-minded understanding of the Sharia. Disa njerëz kanë një qasje shumë të ngushtë të kuptuarit të shariatit. They think that the application of the Sharia is the application of the criminal punishments as we know them in the tradition. Ata mendojnë që
të aplikuarit e shariatit është të aplikuarit e dënimeve kriminale, ose dënimeve penale, disa dënimeve penale. But these criminal punishments might apply today and might not apply. Mirë po këto dënime penale mund të aplikohen sot, por mund edhe mos të aplikohen. And it's a long story. I wrote actually a book about that. Dhe kjo është një tregim mjaft I gjatë, në fakt unë kam shkruar një libër në lidhje me këtë. But to make a short statement here that this is not the application of the Sharia today. Mirë po për të bërë një deklarim të shkurtër, një shprehje në qendrim të shkurtër sot këtu, unë them që kjo nuk është aplikimi I shariatit. And some people think that the application of the Sharia is to have a faqih on top of the state. Disa njerëz të tjerë mendojnë që aplikimi I shariatit është për të pasur një fakih në krye të shtetit. But the faqih is not a politician. Mirë po ky fakih nuk është politikan. The faqih does not know how to make policy. Ky fakih nuk din si të bëhen politika. He was not so policy, politika. Politikat, yes. Okay. Policies. Okay, good. So there's politika and there's politike. Is that? It's quite close. Okay, good. Politics and policy in Albanian sound very similar. Because policy is a whole science. Politikat, ato programet, me një fjalë se janë dy terma ndryshme, po në shqip tingëllojnë mjaft njëshëm. Ato që janë programe shoqërore, është një shkencë e tërë. It requires training. Dhe kjo kërkon trajnim. And a faqih is not qualified to rule a state of today. Një fakih nuk është I kualifikuar për të udhëhequr një shtet të së sotmes. Now, some people think that the head of the state has to have certain qualifications. Disa njerëz mendojnë që kryesuesi I shtetit duhet të ketë disa kualifikime. I come from the Arab world, Unë vi nga bota arabe, where a few years ago and until today we have leaders in the Arab world në të cilën para disa viteve, por edhe sot kemi pas lider në botën arabe. They have the nicest Muslim names, Ata I kanë emrat më të bukur musliman, like Zain al-Abidin or Mubarak, you know. sikur këta dy emra që I përmendi. But they were the most corrupt. Por ata ishin njerëzit më të korruptuar. So this is not ruling by the Sharia. Kjo nuk është të udhëhequrit me shariat. Even though they claimed to be observing the Sharia. Edhe pse ata kanë pretenduar se po e zbatojnë shariatin. It's really not about the claim. It's not about the claim. Kjo nuk është si njerëzit pretendojnë. It is about the reality on the ground. Por është sipas realitetit në terren. Is the reality on the ground closer to the Islamic ideals or not? A është realiteti në terren më afër idealeve islame apo jo? And the Islamic ideals I just mentioned to you. Ndërsa idealet islame unë sapo u përmenda juve. Justice and mercy and good. Drejtësia, mëshira e mira. You can imagine a scale from 0 to 100%. Mund ta imagjinoni një shkallë nga 0 deri në 100%, where the Islamic state or the Islamic Sharia rule is not 0 and 100. Ku shteti islam ose udhëheqja sipas shariatit nuk është 0 edhe nuk është 100. It is somewhere between 0 and 100. Është dikund në mes të 0-s dhe 100-shit. Depending on how much these ideals are achieved on the ground. Varet sa këto ideale janë zbatuar, janë arritur në terren. Now let me move to the other part of the title. Me lejoni të kaloj tani në pjesën e dytë të titullit, that talks about secularity. I cili flet për sekularizmin. Now, what is secularism? Tani, çfarë është sekularizmi? Well, originally it was the separation of church and state. Në origjinë ka qenë ndarja në mes të kishës dhe shtetit. Now it is the separation of religion and politics. Tani, kjo është ndarja në mes të religionit dhe politikës. And
secularists tell us that religion is not supposed to be above politics. Sekularët ose shekullarët na thonë neve që religioni nuk mund të jetë mbi politikën. But some of them think that religion has to be under politics. Mirë po disa nga ata mendojnë që religioni duhet të jetë nën politikën. And that is not good secularity. Dhe kjo nuk është sekularizëm i mirë. Secularism is not about controlling religion. Sekularizmi nuk është për të kontrolluar religionin. Secularism is about separating religion from the politics. Sekularizmi ka të bën me ndamjen e religionit nga politika. In other words, secularism is about religious freedom, but away from the political issues. Në fjalë të tjera, sekularizmi ka të bën me lirit fetare, po të larguara nga politika, larg prej politikës. But there is an extreme form of secularism, Mirë po, ekziston edhe një formë ekstreme e sekularizmit, just as the extreme form of the Sharia people. njëjtë sikur forma ekstreme e shariatit ose interpretimit, In which they want to control the society. në të cilën ata duan të kontrollojnë shoqërinë. So they want to control what people wear and what people eat. Prandaj duan të kontrollojnë çfarë njerëzit hanë dhe çfarë njerëzit veshin. In this regard, the Islamic extremists are exactly like the extreme secularists. Në këtë kuptim, ekstremistët islamik janë të njëjtë me sekularistët islamik. They are almost two kinds of faces of the same coin. Janë sikur dy faqet e të njëjtës monedhë hekuri. But secularism is to leave religion alone. Mirë po sekularizmi është me e lënë religionin të lirë, me lënë me veten e tij. And liberal secularism is the true secularism, in my opinion. Ndërsa sekularizmi liberal është sekularizmi i vërtet, në mendimin tim. But then now you can see the similarities between what I proposed as a rule of Sharia and what I'm proposing as a secular rule. Prandaj mund të shikoni dallimet në mes të asaj çfarë unë propozoj si udhëheqje e shariatit dhe udhëheqje e sekularizmit. If we understand politics in terms of ethics, Nëse e kuptojmë politikën në suaza të etikës, then this is the rule of the Sharia. atëherë kjo është udhëheqja e shariatit. And this is also a good secular rule. Kjo gjithashtu është një udhëheqje e mirë sekulare. The similarities are very big, Të ngjashmëritë janë shumë të mëdha and the differences are very small. dhe dallimet janë shumë të vogla. And therefore, we need to embrace a common ground in the society. Prandaj ne kemi nevojë të përqafojmë një bazë të përbashkët në shoqëri ose një kuptim të përbashkët në shoqëri. Maybe the one who is coming from an Islamic perspective would like to see more details. Ndoshta ai që vjen nga perspektiva islame dëshiron të shohë më shumë detaje. And the one who is coming from the secular perspective would like to see also more details in the system. Ndërsa gjithashtu ai që vjen nga perspektiva sekulare dëshiron të shikon më shumë detaje në sistem. Yet the basics of the system is the achievement of justice and freedom in the society. Përsëri baza e sistemit është arritja e drejtësisë dhe lirisë në shoqëri. In this case, we have two circles, as they say in political science. Në këtë rast ne kemi dy rrethe, The private shtojnë circle, në shkencat politike, the private circle and the public circle. rrethi privat dhe rrethi ose qarku shoqëror. In the private circle, people practice their religion without the intervention of the state. Në qarkun në rrethin privat njerëzit e praktikojnë religionin pa ndonjë ndërhyrje të shtetit. In fact, we have an experience, or more than one experience, in the Arab world, Në të vërtetë kemi një eksperiencë, një përvojë ose më shumë se një përvojë in which, në botën islame. in which the state is trying to guard the private morality. Në të cilën shteti mundohet të kujdeset të mbron moralitetin privat ose And this does not produce an Islamic state, dhe kjo nuk e prodhon një shtet islam. it produces a dictatorship. Kjo prodhon një diktaturë. And we have experiences
in which people are trying to merge the private and the public 100%. Mirë po kemi edhe përvoja ku njerëzit mundohen të bashkojnë, të shkrijnë rrethin privat dhe shoqëror 100%. And therefore every sin in the Sharia is supposed to be a crime in the law. Prandaj çdo mëkat në shariat do të duhet të ishte krim në ligj. But this is not a true understanding of the Sharia. Por kjo nuk është një i kuptuar i drejtë i shariatit. Not every sin in the Sharia is a crime in the eyes of the law. Jo çdo gjuna, çdo mëkat në shariat konsiderohet krim në sytë e ligjit. The sin in the Sharia that is a crime is a sin that affects the public order. Një gjuna në shariat i cili është gjithashtu krim, është një gjuna is a crime that affects the public order. Është një krim i cili afekton të rregullin publik. Such as murder and theft and so on. Siç janë vrasja, vjedhja e tjera. In the Sharia, these are sins and crimes. Në shariat këto janë edhe gjunohe edhe krime. Because they affect the public order. Sepse e afektojnë rregullin publik. But the other moral sins Mirë po mëkatet morale, mëkatet tjera morale, are sins but are not crimes. Mbesin mëkate, por nuk janë krime. Unless they start to affect the public order. Përveç nëse ato fillojnë të afektojnë, të tangojnë me rregullin publik, me rendin publik. So this is the area of the private in Islam. Prandaj kjo është zona e privatësisë në Islam. And it's the area of the private in the secular rule as well. Dhe kjo është zona private edhe në rendin sekular gjithashtu. And then there is another area of the public. Dhe është një zonë tjetër publike. In the area of the public, if you come from the Islamic perspective, në zonën publike, nëse ti e merr ose vjen nga perspektiva islame, they are not ruled by detailed, it is not ruled by detailed rules. Nuk udhëheqet nga rregulla të detajuara. The area of the public is ruled by the general principles of Islam. Zona publike udhëheqet nga rregullat të përgjithshme të Islamit. Even the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he was a leader, edhe profeti alayhis salam kur ka qenë lider, he applied rationality, what we can call rationality, on his political decisions. Ai e ka aplikuar racionalitetin në vendimet e tij politike. He did not always make war or always make peace. Ai nuk ka bërë gjithmonë luftë, gjithashtu nuk ka bërë gjithmonë paqë. Sometimes war and sometimes peace, depending on what is best for the community. Ndonjëherë luftë, ndonjëherë paqë, varësisht nga ajo që është më e mirë për shoqërinë, për komunitetin. And he had, if you wish, different policies at different times. Dhe nëse doni, mund të thoni që ai ka pas politika të ndryshme në kohë të ndryshme, programe të ndryshme në kohë të ndryshme. And that because he was always seeking the best for his people. Sepse ai gjithmonë ka qenë në kërkim të më të mirës për popullin e tij. I would not go as far as saying that he was applying a secular rule. Unë nuk do të shkoj as larg sa për të thënë që ai e ka praktikuar një rend sekular. But he was applying the rational rule. Mirë po ai ka aplikuar një rregull, një rend racional. And if we learn from this example for today, dhe nëse mësojmë nga ky shembull për sot, and we would like to apply an Islamic rule to the public, dhe nëse ne duam të aplikojmë një rend, një rregull islam për publikun, then the Islamic agenda should have people's interests first. Atëherë agenda islame duhet të ketë intereset e njerëzve në rend të parë. Not the Islamic interests first. Dhe jo intereset islame në rend të parë. Because people's interests are more prior to what we always call the Islamic interests. Sepse intereset e njerëzve gjithmonë kanë përparësi ndaj asaj që ne i quajmë interese islame. The Muslim politician has a priority to feed the people.
një politikan musliman ka prioritet të ushqej popullin and alleviate people from poverty dhe të ngris njerëzit nga varfëria and decrease crime in the society dhe të zvogloj krimin në shoqëri and protect health dhe mbroj shëndetin and protect security. dhe sigurinë. This is Sharia. Kjo është shariat. And this is what is supposed to be a priority on the Islamic agenda. Dhe kjo çfarë do duhet të ishte prioritet në agjendën islame. Some people approach the public issues with a literal approach. Disa njerëz i qasen çështjeve publike me një qasje literale. And the literal approach brings some opinions from our history Kjo qasje literale na sjell disa mendime nga historia or some policies from the past, ose disa politika nga e kaluara. and they try to apply them today. Dhe ata mundohen të aplikojnë këto programe sot. But they might not apply today. Mirë po ata mund mos i aplikojnë këto sot. And then when they approach the Islamic issues, Mirë po kur i qasen çështjeve islame, they take care of the clothing more than they take care of the heart. ata preokupohen më shumë me veshjen sesa që preokupohen me zemrën. But the heart is more important than the clothes in Islam. Zemra në Islam është më e rëndësishme se sa veshja. And the worshipping of Allah subhanahu wa ta'ala is made by the heart. Dhe adhurimi ndaj Allahut bëhet me zemër. And I'm not saying that the body acts of worship are not Islamic, of course. Unë nuk po them që veprimet trupore të adhurimit nuk janë adhurim. But we should understand the body acts in terms of the heart acts. Mirë po ne duhet i kuptojmë veprimet trupore në bazë të veprimeve të zemrës. And therefore we also have a good prioritization of the Islamic behavior. Prandaj ne kemi një prioritizim të mirë të sjelljes islame. In Islam, the obligation is more important than the recommendation, al-fard wa sunnah. Në Islam, obligimi është më i rëndësishëm se sa rekomandimi, farzi në raport me sunetin. The obligations of being good to your parents. Obligimi për të qenë i mirë ndaj prindërve tuaj. The obligation of being good to your neighbor. Obligimi për të qenë i mirë ndaj fëmijëve tuaj. The obligation of cleanliness. Obligimi për të qenë i pastër. And of course the obligations of prayers and fasting and hajj. Dhe natyrisht obligimi i faljes, agjerimit dhe haxhit. They are more important than some optional deeds. Janë më të rëndësishme se disa veprime tjera opcionale. Such as the clothes you wear or the way you brush your teeth. Siç është për shembull rasti me rrobat që ju vishni apo mënyrën se si ju I pastroni dhëmbët. In fact, these optional deeds were also subject to the Prophet's life, sallallahu alaihi wasallam. Në të vërtetë edhe këto veprime opcionale kanë qenë pjesë e veprës dhe jetës së Profetit sallallahu alaihi wasallam. I was telling the brothers earlier about an argument I had with a student in India. Unë përpara ju tregova disa vëllezërve në lidhje me një argument, një debat që kam pas me një student në Indi. In which I was telling a classroom that covering your aura is the Islamic dressing. Në cilën unë I thësha një klasë atje, një grupi studentëve që mbulimi I auretit është princip islam. And not any specific style. Dhe nuk ka të bërë me ndonjë stil specifik, veçantë. And so he was very angry. He stood up and told me, well, but this thobe is an Islamic obligation. Dhe ai u nervozua dhe u ngrit në kam më tha, po ky lloj robe, kjo lloj dizajni është obligim islam. I told him the Prophet sallallahu alaihi wasallam wore a robe, right? Unë I thash atij që profeti alayhis salam e ka vesh një lloj gjybe. But what did Abu Lahab and Abu Jahl wear? Mirë po më trego ti çka kanë veshur në atë kohë Abu Lahabi dhe Abu Jahli. Jeans and a cowboy hat. A kanë vesh ata jeans edhe farmerka dhe sheshir? And he was very angry with me. Ai u nevrikos me mua. But some people close their minds to some customs of Arabia.
Disa njerëz e mbyllin mendjen e tyre në disa zakone të Arabisë. And they think that this is Islam. Dhe mendojnë që kjo është Islam. And it is important to define Islam in terms of its morals and principles. Është më rëndësi me definu Islamin në koncept të moralitetit dhe principeve. In terms of what Islam considers a sin and what Islam considers an obligation. Në koncept të asaj çfarë Islami e konsideron mëkat dhe çfarë Islami e konsideron obligim. But not the apparent things and the small things. Dhe jo në koncept të gjërave aparente, gjërave të dukshme ose gjërave të vogla. So I hope I didn't confuse you too much. Shpresoj që nuk ju kam konfuzuar, nuk ju kam gatruar as shumë. But basically the answer for the question of the lecture Mirë po, në princip përgjigja për pyetjen e kësaj ligjërate is that there is no much difference between the rule of Sharia and the secular rule. është që në fakt nuk ka as shumë dallim në mes të rendit ose rregullit shariatit dhe rendit ose rregullit sekular. If we approach both of them in an ethical way, Nëse të dyja këtyre ju qasemi me qasje etike. ethics is the important thing in politics. Etika është çështja më e rëndësishme në politikë. But of course what I'm saying is too idealist to be part of the reality. Mirë po, natyrisht kjo që po thamë unë është shumë idealiste për të qenë pjesë e realitetit. Today's politics does not do much about ethics. Politika e sotme nuk merret shumë me çështjen etike. So at least we should move politics from being unethical to being ethical. Prandaj spaku do duhej ta lëvizim politikën nga të qenurit e pa etike ose jo etike në drejtim të etikës. And that's a step in the right Islamic direction anyway. Dhe kjo është lëvizje në drejtimin islam, sidoqoftë. And thank you very much. I hope this will open some ideas for you. Faleminderit, shpresoj të kem hapur disa ide për ju. Jazakallah khair. Falenderojmë profesor Gjasirin, mendoj që vërtet idetë që i ka shpalur sot ndoshta nuk janë edhe krejt të reja për shumë kënë për ne, por ndoshta në kësi mënyrë pak të drejt për drejt, ndoshta gati të uja për s'pari herë edhe i ndëgjojmë. Mendoj se vërtet oreksin e kyqes ne kanë gjallë gjithve, edhe besoj se keni qka të kyqeni, jo vetëm për të pyrë, po edhe nëse dikush donë të shtonë të thotë diçka, po në të jetën kohë kuptohet edhe për ndonjë pyetje. Mendoj që edhe nuk e zgjati edhe as shumë, edhe me kohë morëm vesh ashtu, ishte mendimi dhe që vërtet të lënë kohë për diskutim pak më të gjatë. Prandaj urdhoni mos hezitoni kushdo që ka me shtu, me thonë, apo edhe me pyet, mikrofoni është i hapur. A kemi kanë që dënë po profesor? Profesor Dr. Isa Memishi أستاذ اللغة العربية في كلية الاستشراق وكلية اللغة العربية. أهلا وسهلا. الله يكرمك. نعم تفضل سيدي، تفضل سيدي. هم يترجمون لي. Thank you, Professor, for this excellent opportunity and excellent lecture. Vërtet ashtu siç tha dhe vetë Efendiu i vërtet që për herë të parë ndoshta opinioni shqiptar dëgjon nga një dietar arab që të jetë aq i hapur ndaj dy çështjeve me të cilët sot ballafaqohet bota islame, e sidomos opinioni shqiptar këtu në Ballkan, që jetojmë në mes lindjes dhe perëndimit dhe jemi të bombarduar me terma të islami politik, islami reformuar, islami tradicional. Thuaja se islamin e kemi shndruar një tip të letërsisë nacionale. Dhe ky opinion i gjorë i cili ka jetuar për një gjysmë shekulli në një regjim ateist, ky populli i mirë i cili ka jetuar në një gjysmë shekulli dhe gati një shekull në regjimin
armiqësor ndaj islamit dhe më vonë edhe ateist. Tashti është i bombarduar me këto terma të cilët nuk dua të i përsëris. With these terms that I just mentioned. Prandaj që ligjërat ishte mirë se ardhur dhe njëherë t'ju falenderit për këtë ligjërat dhe shpresoj që në të ardhmen të kemi edhe personalitete tjera dhe profesor Gjaselit vi edhe me ligjërat të më të festa. Thank you very much. Jazakallah khair. Unë jam Lulzim Lecaj, unë jetoj në Zvicër, por rastisht kem qëllu kësaj ka Kosova. Njëkohësisht jam kryetari i Fondacionit të Rinisë Islame. Kam një pyetje, nga vjen kjo bindje e gabuar e shariatit, të thamë kështu në botën, përgjithësi botën islame. Kjo është pyetja ime. From where the wrong understanding of Sharia comes to the general Islamic world. Kaq, selam alaikum. Thank you. Gjatë ligjëratës zakonisht në gjuhën angleze u përdor sekularizmi. During the lecture in the English version we mentioned the term secularism. Në kuptimin e nështë teorik është diçka tjetër, për kuptimin praktik në botë e shohim që ka dallim mes disa vendeve në zbatimin e këtij sekularizmi. Maybe in the theoretical aspect there's a different thing, but in practice there are many ways of applying secularism in the world. Prandaj në kuptimin teorik, a ka një dallim sipasush mes laicitetit edhe sekularizmit? My question is, at the theoretical level, is there any difference between laicity and secularism? Being laic and secular, is there a difference? Më referu pak aspektet praktik, për shembull Anglisë me disa vende laike në periudhë të caktuar me Turqia që ka qenë. Or some other countries like Turkey one time was. Kjo është e rëndësishme kuptimin e reflektimit të lirive dhe drejtave të njerëzit. This is important in the sense of respecting the human rights and freedom, or in reference to human rights and freedom. Thank you. Assalamu alaikum. Do të flas në anglisht, pastaj vetë përkthej. I got a feeling from your lecture that globally there's a problem of a mindset in terms of understanding these terms that you were referring. On the other hand, you yourself, you lived in Western European countries, and maybe you could refer to, or according to my knowledge, or maybe it is just prejudice, they are rather pragmatic. Having in mind this, what steps, actual steps, can we make as Muslims, modern Muslims, contemporary Muslims, in order to change this mindset in the right direction? Pyetja ime ishte se, apo më dëgjot? Pyetja ime ishte personalisht e kam një përshtypje se është problem i mindset shme për të menduarit, i mentalitetit. Duke pas parasysh që profesori vetë ka jetuar edhe në shtetet perëndimore, të cilët konsiderohen mjaft pragmatik, pyetja ime është çka mund ne si musliman modern të bëjmë konkretisht për tejkalimin e mentalitetit edhe për rrugtimin në drejtim të duhur. ممكن أرد شوية؟ اسمح لي أرد. Faleminderit. Me që profesorit thanë që veshja e pejgamberit dhe Ebu Lehebit është veshje arabe, tradicionale arabe, a ka qenë edhe veshja hindis edhe hatijgjës veshja arabe tradicionale apo jo? Ligjën e shariatit, në mënyrë që nëse aplikohet ky ligj i shariatit në një vend, të parafrohet traditave të atij vendi, në mënyrë që të mos krijohet një lloj konfuzioni mes gjeneratave. Ardha e laicitetit. The arrival of laicism and the repercussions that is brought to the world. Nuk është veç fjala
kuptimit të konceptit fjalës. Not only in sense of its meaning or the concept of the word. Çka fshihet pas? What lies behind it, behind the term. Që pasojat e tregojnë. So that we can see the consequences, which is exposed by the consequences. What the consequences expose. Could you allow me? لا يعني شوية بنرجع تاني. طيب الحمد لله والصلاة والسلام. Well, thank you for the questions and a warm welcome. Faleminderit për pyetjet dhe për mirëseardhjen e ngrohtëshëm botë. I forgot some of the details as I am writing them here. Dashka kam harruar disa detaje kur kam marrë shënime, por But the first question from the professor, pyetja e parë nga profesori, or rather a comment, komenti që e bëri profesori, brought to me the idea of identity. Më solli mua në mendje idenë e identitetit. Identity is defined as a mixture of history, language and religion. Identiteti definohet si një përzierje e historisë, kulturës dhe religionit. And therefore here you need to maintain your Islamic identity. Prandaj këtu ju duhet të mbani identitetin tuaj musliman, islam. By maintaining your Islamic history and maintaining your Islamic religion. Duke mbajtur historinë tuaj islame dhe duke mbajtur religionin tuaj, fen tuaj islame. And I think that is a key to a number of issues here. Mendoj që kjo është çelësi për një numër të çështjeve këtu. And this identity does not contradict with a modern state. Dhe ky identitet nuk kundërshtohet me shtetin modern. Regarding the question of where is the wrong coming from, where is the wrong understanding coming from? Regarding the question of where is the wrong understanding is coming from. The second question. Yeah. Sorry. Where does the wrong understanding in the Islamic world come from? Sharia. Yeah. I'm saying this in English. Regarding the question of where the wrong understanding is coming from. Në lidhje me çështjen prej nga na vjen kuptimi i gabuar I shariatit. The wrong understanding is coming from politics. Kuptimi I gabuar I shariatit na vjen nga politika. Politics, especially of the Arab world, has a lot of problems. Politika, veçanërisht ajo e botës arabe, ka numër të madh probleme. And oftentimes politicians intervene in the understanding of Islam. Dhe në shumë raste politikanët ndërhyjnë në të kuptuarit e Islamit. And affect the way people understand Islam for their own agendas. Dhe ndryshojnë ose afektojnë mënyrën se si njerëzit e kuptojnë Islamin dhe këtë e bëjnë ata për agjendat e tyre. Regarding the question of secularism and laicite and the arrival of secularism, the issue is not about the names. Në lidhje me pyetjen e tretë që ka të bënë me sekularizmin, laicitetin dhe ardhjen e laicitetit, çështja nuk ka të bënë me emrat. You are right that people say secularism and they mean several things. Ti ke të drejtë kur thua që njerëzit thojnë sekularizëm dhe kanë në mendje shumë gjëra të ndryshme. I am fine with that unless they want to control people's religions in the name of secularism. Unë jam në rregull me atë përveç nëse ata duan të kontrollojnë fetë edhe besimet e njerëzve përmes sekularizmit. They are supposed to be faithful in separating the religion from politics. Ata do duhet të ishin besnik dhe të drejtë në çështjen e ndarjes së religionit nga politika. Not using politics selectively. Jo duke përdorur politikën në mënyrë selektive. With or against religion. Për ose kundër religionit. Regarding the Arabic robe and the question of the hijab. Në lidhje me
gjubën ose veshjen arabe dhe pyetjen që ka të bënë me hijabin. There are rules in the Islamic Sharia regarding the Muslim attire. Janë rregulla në shariatin islam që e caktojnë veshjen, kodin e veshjes islame. And the wisdom behind these rules have to do with morality. Dhe urtësia mbrapa këtyre rregullave ka të bënë me moralitetin. There are different opinions and different forms of these rules. Ka dallime të mendimeve dhe ka forma ndryshme të këtyre rregullave. So whatever opinion you believe in is fine. Kështu që në cilin do prej mendimeve në cilin ti beson, mendoj është në rregull. But I would like to stress that this is not an Arabic thing. This has something to do with morality. Mirë po, ajo që unë duhet të theksoj është që kjo nuk është një çështje arabe, por është çështje që ka të bënë me moralitetin. What are the actual steps to change the problematic mindset? Cilat janë hapat konkret për të ndryshuar mentalitetin që u përmend këtu? I think the key thing is education. Unë mendoj që çështja kryesore është arsimi ose edukimi. You need to be very careful how people are educated about Islam. Duhet të jeni shumë të kujdesshëm se si njerëzit arsimohen ose edukohen mbi Islamin. And if they leave this country and have education somewhere else, how they receive that education? Dhe nëse njerëzit e lënë këtë vend dhe marrin arsimim, edukim në një vend tjetër, si e marrin ata atë arsimim, atë edukim? You want to make sure that they are not going overseas or abroad to come back as political agents. Do duhet të siguroheni që njerëzit nuk shkojnë jashtë shtetit për të marrë mësim, edhe kur kthehen nga atje për të marrë arsimim dhe kur kthehen nga atje kthehen si agent politik. Political agents for a foreign agenda. Dhe me një fjalë agent politik për një agent të huaj. So it's good that they go and learn Arabic and learn Sharia from the Arabic books. Është mirë që ata shkojnë dhe mësojnë gjuhën arabe, mësojnë shariatin nga librat arabe. But you have to make sure that they don't get an ideology with it. Mirë po, duhet të siguroheshit që ata nuk e sjellin, nuk e marrin edhe një ideologji bashkë me to. In fact, you have to develop your own Islamic learning here. Në të vërtetë ju do të duhet ta zhvilloni një të mësuar të Islamit tuajin këtu. Your own Islamic traditions and your own Islamic knowledge. Njohurit tuaja mbi Islamin edhe traditën tuaj mbi Islamin. I visited many Muslim communities in different parts of the world. Kam vizituar shumë komunitete muslimane në shumë pjesë të ndryshme të botës. And I saw that Islam is practiced in many ways. Dhe kam pa që Islami praktikohet në shumë forma, në shumë mënyra. So it is time that you practice Islam in a Kosovan way. Prandaj është koha që ju ta praktikoni Islamin në mënyrë kosovare. As we practice Islam, for example, in Egypt in an Egyptian way. Ashtu sikur ne për shembull në Egjipt e praktikojmë Islamin në mënyrën egjiptiane. And as Indian Muslims practice Islam in an Indian way. Ashtu si muslimanët indianë praktikojnë Islamin në mënyrën indiane. And Chinese Muslims and African Muslims. Dhe muslimanët kinez ose ata afrikanë. They all practice Islam according to their own history. Të gjithë këta e praktikojnë Islamin në bazë të historisë tyre. You Muslims, you are not, minorities. Ju muslimanët këtu nuk jeni minoritet. I mean, you are not Algerians in France or Turks in Germany. Nuk jeni sigur algerianët në Francë ose turqit në Gjermani. You are Muslims from this land. Ju jeni musliman nga kjo tokë. And you have to have your own indigenous Islamic expression. Dhe do duhet ta kishit shprehjen tuaj origjinale mbi Islamin. Inshallah, this will develop with the time. Inshallah. Inshallah, kjo do zhvillohet me kalimin e kohës. I hope I answered all the questions. I tend to forget even I write notes. Shpresoj të kem mund me përmbledh gjitha pyetjet, edhe pse
kam si shprehim e harru edhe kur më shënim. So forgive me if I forgot some of the details. Prandaj më falni nëse kam harruar disa detaje. Jazakallah khair. Para se me shua edhe me pyetjen e fundit, se ne kanë edhe prej gazetarëve tonë, kemi një pikë këta djemt kanë me prezentue. Kanë një reklam këta djemt po dojnë me lëshu vetëm urdhën, ja. Faleminderit, na bani halal. Kemi edhe një pyetje prej gazetarit. Klan. Pyetja pak realisht me thirrjet e fundit të thotë që bëhen për një luftë Siri. Ka gjithë vendet e botës na kemi praktikën edhe këtu kemi pas rastin disa vllazën tonë që kanë marrë pjesë atje dhe kanë rënë atë luftë. Si e praktikon edhe realisht si e ndalon apo çfarë masë nga shariati për këtë? My question relates to the call for holy war in Syria. A lot of our brothers have answered this call, and in fact they have died there. How do you interpret this call, and should we actually attend this war? The Arab world is a very complex place. Bota arabe është një vend mjaft kompleks. The Syrian war is a very complex war. Lufta në Siri është një luftë mjaft komplekse. A simple answer to your question, no. Kosovans should not be involved in the Syrian war. Një përgjigje shumë të thjeshtë për pyetjen tuaj, jo, në asnjë mënyrë kosovarët nuk do duhej të ishin të involvuar në luftën në Siri. And the Dawla al-Islamiyya or the Islamic State that ajo që quhet shteti islam, as you can see from my lecture, has nothing to do with the real Islamic State. Siç mund ta keni parë nga ligjërata ime, nuk ka asgjë të bën me shtetin e vërtet islam. I talked about an Islamic State that establishes justice and good. Unë fola në ligjëratën time për një shtet islam I cili vendos themelet e drejtësisë dhe të mirës. And what's happening in Syria is everything but justice and good. Ajo çfarë po ndodh në Siri është çdo gjë tjetër përveç se drejtësi dhe përveç se e mirë. Of course, as an Arab citizen, I would like to see a more democratic Arab world. Natyrisht si qytetar arab, unë kam dëshirë të shoh një botë arabe më të demokratizuar. And I would like to see all the tyrants to go. Dhe kam dëshirë të shoh të gjithë tiranët të jenë larguar. Including Bashar al-Assad. Përfshir këtu edhe Bashar al-Assad. But quote unquote jihad. Mirë po, në thojza, jihadi has a big question mark. Ka një pikpyetje të madhe. Your youth should stay away from it. Rinia juaj duhet të qëndroj larg nga kjo. And hopefully the Syrians will resolve the problem. Shpresojmë që sirianët do të mund ta zgjidhin problemin. And hopefully we see a better Syria and a better Arab world. Dhe shpresojmë që ne do të shohim një Siri më të mirë dhe një botë arabe më të mirë. It's going to take some time. Do të merr pak kohë. Because it seems that we had too many problems that we were not aware of. Sepse siç duket ne kemi patur shumë probleme për të cilat nuk kemi qenë në dieni. But we don't need any foreign people to come and be part of our problems. Mirë po, ne nuk kemi nevojë për njerëz të huaj të vinë dhe të bëhen pjesë e problemeve tona. It's very sad when kids learn to be extreme at this age.
është pikëlluese kur fëmijët në këtë moshë mësohen për të qenë ekstrem. instead of learning good Islamic values and serving their societies. Në vend që mësohen për të vlerat e mirëfillta islame dhe shërbimin ndaj shoqërisë. But also this could be this society's fault. Mirë po, gjithashtu kjo mund tjetë edhe faj I kësaj shoqërie. Because you need to protect your young men and women Sepse ju do duhet të mbroni të rinjët tuaj from such ideas. nga këto lloj idesh. You need to protect them by preparing them at a very early stage. Do duhet të mbroni ata duke I përgatitur në një moshë ose fazë të hershme. And educating them what true Islam is. Duke I edukuar ata se çfarë është Islami I vërtet. If you don't educate them what true Islam is, Nëse nuk I edukoni ata se çfarë është Islami I vërtet, they will go for false Islam. ata do të shkojnë pas Islamit fals. And that's one of the issues that I talked in my lecture about in terms of secularism. Dhe kjo është një nga çështjet në cilën unë e preka në ligjëratën time në konceptin e sekularizmit. It is not against secularism to teach the children the true religion. Nuk është në kundërshtim me konceptin e sekularizmit nëse I mëson fëmijët konceptin e vërtet ose religionin e vërtet. To teach them how to live an ethical life with their religion. Nëse mëson ata si të jetosh një jetë të ndershme me fen, me religionin. But if we don't educate children any religion, Mirë po nëse nuk I mëson, nuk I arsimon fëmijët në asnjë lloj religionin, asnjë religion, we leave them prey to these wrong ideas. I lëm ata pre e këtyre ideve të gabuara. Thank you. Thank you very welcome. Mendoj se vërtet mesazhi ndoshta më I mirë I krejt kësaj mbrëmje kish më qenë kjo që u tha dot në këtë fund, e që mendoj se vërtet sa I përket këtyre edukimeve edhe mësimeve, mendoj se hoxhallarët tanë, ka do që jem në mbar Kosovën, këtë islam e propagojmë, këtë e prezantojmë dohet në masën tonë, edhe për atë mendoj se ndoshta një kontribut drejt këtij, domethënë drejtimi është edhe sjellja e mikut ton, Dr. Gjasir El Audes, që të prezanton pra me këtë ligjërat, e cila po ashtu është në vazhdën e shërbimit të këtyre ideve edhe të kësaj mirëqenie të cilën akeja dita ditës veç besoj se ma është duke dëshmu para gjithë masës e vërtet prej ditës së parë, këte e ka proklamu edhe këte synon që ta përhapë dhe ta mbjell në shoqërinë tonë. Edhe një herë ju kisha falendëruar gjithëve për kohën që keni nda, edhe prezencën, po edhe atë se e pasurut, edhe me pjesëmarrje, po edhe me diskutimet dhe atë këtë tribun tonën. Në veçanti kuptohet jam I detyruar ta falenderoj mikun ton Dr. Gjasir El Auden për këtë nder vërtet të veçantë që na e ka bërë. A pa tjetër, hajde mos të jesëm bërshë ati, po. Malesh, yani. Po, urdam, hajde mos të jesëm bërshë, se... Masi është maj më shumë, duhet mi thy do regula nga njëherë, edhe nëse dojna me mbyllna. Po, profesor Selimi. Faleminderit. Pasi që ka lind islamizmi, do katarafe, pe fillimi, kur vjon ka shumë duhet drejtësia, edhe shajrati. Pse ka në shekullin 21 lejohet as perëndimi me shtirë rrymën, nuk ka shtet islam aty që nuk ka luftë mes vetë, civile. Ne, edhe dyta. Look at the world today, there is no Islamic country in which there is no war. Pse sundimi I shteteve arabe është mënyrë dinastie. Vetaje ka marrë këto tira tash më vetën alhamdulillah. Falënderit shumë, ha? Falënderit për pyetjen. Po. Fal. Unë profesor. Malesh janë باختصار خلاص.
You mentioned something that has to do with the West and Përmendë diçka që ka të bën me perëndimin, që ta ka vendos. we have a saying that goes in Arabic. Kemi një thënie që shkon në arabisht thot kështu. That says نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. It says we blame on others, but we blame our time for our problems. E cila thot ne gjithmonë ja lëm fajin kohës për problemet që na I kemi. And we are the problem of our times. Dhe ne jemi problemi I kohës tonë. I think instead of blaming poor Obama for everything, Prandaj në vend që të ankohemi tek I varfri I dopti Obama për gjithçka që na ndodh neve, we should blame ourselves for our problems. Ne do duhet ta ankoheshim ndaj vetes tonë për këto probleme që I kemi. The problems of dictatorship that you mentioned Problemi I diktaturave që I referove are our own problems. Janë problemet tona that we need to work on. Me të cilat na duhet punojmë dhe të merremi me to. Inshallah. Jazakallah khair. Edhe një herë faleminderit gjithë dhe mos ju mbaj më shumë. Doktori thotë du ta falenderoj edhe për kthyesjen në atë dervishin. Jazakumullahu khairan, sheikhana, barakallahu fikum.